kam nda fëmin nga gjiri, thot, është 2 vjeç e 2 muaj. Kam një mërzi shumë të madhe, po më plas zemra. Allah të uzofte e motër. Pa të frikë mës t'ka dek fëmija, e pas ke mërzi të madhe. Pa të frikë mës i ka ndodhë diqka fëmis. Tu t'jo zotit pak. Unë e di se je non, të kuptoj, dhimet fëmija kur t'a she ashtu. A i kane, ma me motër, mas e kere valaj për e të mirave, po dojna me dal meq. Kujtaj fëmit, cilët s'kan as tamël, as buk, as uj, besa nuk kan as nanë. Kujtaj ata fëmit të cilët nanat e vdekur apo shkojnë edhe po pinë qumësht të nana vetë, deri sa edhe po plasa dhe fëmija të kajtë për nanën e vdekur, edhe s'ka kush me marë atë fëmin, s'ka kush me marë, s'ka se kush do që e merë, veç i banë të barë edhe s'ka që ka i banë, se edhe për veti edhe për fëmijët e vetë s'ka me hongër as edhe 2 orë. Mas paqë zotin. Mas i të dëgjën këtë video për hirtë Allah të zgjel pendohet e zotit, edhe mas kukat për e të mirave. Elhamdulillah fëmijën e ki gjallë, ki me hongër me pi, ki që ka me dhonë, shkoni blen në market, ku janë qumë shtatë matë mirë, në barnatorë ku janë qumë shtatë matë shtrajt, edhe të dhemë zamra, të plasë zamra, mos e me vë mu qu pesh, Allah o zgjel të edukan. E po ta qënë zotin e isprof, ta i fëmije tani për një me të plasë zamra. Falendrej zotin, Allah o zgjel e ka leon 2 vjetë si të banë fëmija, e hek për qumë shtit edhe në regullije. Po të kuptaj, ama nuk po moj pa të i thonë këto fjallë. E di që e nanë, Allah o isha Allah gjithë mund të jep, shnetën, bereqetën edhe dashnin për e vladin tënë. Amin.